Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doni të keni rroba të bardha si bora, pas ka qenë kaq e thjeshtë dhe nuk e kemi ditur. Nëse do të pyesni mamat se cila është gjëja më e vështirë në larjen e veshmbathjeve, do të bashkoheshin njerëzit në një pikë të përbashkët, larja e çorapeve të bardha. Aq më tepër kur kanë fëmijë shkatarraq, të cilat i hedhin vend e pa vend, por edhe ne të rriturit nuk mbetemi pas. Produktet larëse jo gjithmonë arrin rezultatin e duhur, por këto 3 metoda natyrale për larjen e tyre bëjnë vërtet mrekulli. Uji i vakët me krip. Kjo metodë ka funksionuar dhe do të funksionojë gjithmonë për larjen e çorapeve të bardha, por edhe për veshjet tuaja intime. Sasinë e caktuar e përcaktoni ju sipas dëshirës. Ajo që duhet të bëni është e thjeshtë. Futeni çorapet në një enë ku keni hedhur paraprakisht ujë dhe krip dhe lëreni aty për disa orë. Më pas, mundet që t'i lani ato me dorë ose në lavatriçe me çfarëdo lloji detergjenti. Uthull e bardhë rrushi. E dim që uthulla e kuqe apo ajo e mollës janë të preferuarat tuaja, por me sa duket, uthulla prej rrushit të bardhë është aleate për larjen e çorapeve. Përgatisni një mas me 250 ml rrushi të bardhë dhe 1 litër me ujë të ftohtë. Shtoni brenda çorapet e palara dhe lëreni për plot 40 minuta. Më pas kalojeni në lavatriçe, ato do të duken si të reja. Sodë buke. Soda e bukës është një produkt i gjithanshëm, por përdorimi i saj në larjen e rrobave mundet që të rezultojë më efektiv se vetë detergjenti larës. Krijoni një masë me sodë buke dhe lëng limoni të freskët. Raporti duhet të jetë 100 gram sodë buke me 100 ml lëng limoni. Pastën vendoseni mbi çorapet e njoma, lëreni për 10 minuta të pushojnë. Theksojmë që nuk duhet të shtoni ujë. Më pas, lajni në makinë larëse. Për rezultat më të fortë, shtoni 2 lugë gjelle krahas ilaçit të rrobave. Do të habiteni nga rezultati. Rrobat e bardha e kanë tendencën për të njollosur shumë lehtë me çdo lloj substance e cila vjen në kontakt me pëlhurën tuaj ose pasi përdoret shumë, tashmë fillon të shfaqet në ngjyrë të verdhë. Për të zbardhur rrobat tona ne pothuajse gjithmonë duhet që të përdorim kimikate që shiten në treg, veçanërisht ato të cilat përmbajnë klor, dhe kjo duhet të jetë zgjidhja më e mirë për të rimarrë atë ton të bardhë dhe të pastër të rrobave. Është vërtet se këto produkte funksionojnë në mënyrë efektive dhe mund të jenë zgjidhja më e thjeshtë për zbardhjen e rrobave. Megjithatë, kimikatet e përdorura në këto nuk janë as pak të shëndetshme dhe gjithashtu mund të dëmtojnë edhe mjedisin. Për të parandaluar aksidentet me produkte klori dhe të zbardhni rrobat në një mënyrë më miqësore me mjedisin, atëherë do të ndajmë 5 trupa pastrimi me produkte natyrore që ju mund të merrni në konsiderat për të hequr qafe të gjitha njollat dhe për të rimarrë ato rrobat e bardha me shkëlqim. Uthull e bardhë. Përveç të qenurit një produkt i cili ndihmon në heqjen e pllakave, të njollave dhe papastërtive, uthulla e bardhë nuk është agresive me pëlhurat dhe njëkohësisht i ndihmon ato që të zbuten në mënyrë që të mos keni nevojë të përdorni zbutës pëlhurash. Si ta përdorni? Ju duhet që të shtoni 1 deri në 2 filxhan uthull të distiluar të bardhë në detergjentin tuaj të pastër natyror dhe njëkohësisht t'i lani ato siç bëni zakonisht. Në qoftë se veshja juaj ka njolla në qafë, nën sqetulla apo në zona të tjera, atëherë ju duhet që të aplikoni uthull molle në zonën e prekur dhe lëreni ato që të veprojë 1 orë përpara se ju ta shpëlani dhe më pas
Mund të përdorni bikarbonat sodiumi ose thëndryshe sodë buke. Është një produkt që përveç të qenurit shumë i lirë, vepron thellë në pëlhur duke eliminuar njollat dhe duke siguruar butësi ndaj pëlhurave. Si ta përdorni? Shtoni gjysmë filxhani sodë buke në detergjentin tuaj natyral dhe më pas kryeni larje të zakonshme. Sigurisht, mos harroni që të ndani gjithmonë rrobat e bardha nga ato me ngjyrë. Nga ana tjetër, ju mund të përdorni për njollat e mprehta aplikimin e limonit dhe sodës së bukës direkt mbi njoll. Peroksid hidrogjeni. Peroksid hidrogjeni është një produkt i cili ndihmon gjithashtu të zbardhë dhe të kujdeset për veshjet sepse nuk përmban klor. Si ta përdorni? Në larje normale shtoni gjysmë gote peroksid hidrogjeni -3% me detergjent normal, gjithashtu mund të aplikohet direkt në njoll. Lëng limoni. Lëngu i limonit është një astringent natyral që pastron në thellë, heq të gjitha llojet e papastërtive dhe lë lirinë e freskët të bardhë. Si të përdoret? Mbushni një tenxhere me ujë dhe feta limoni, derdhni një qiban dhe pastaj hidhni rrobat tuaja për 1 orë përpara se të lajni rregullisht. Një tjetër alternativë e mirë është përgatitja e një zgjedhje sapuni, një lugë gjelle krip dhe lëng me 2 limon. Thith rrobat në këtë përzierje, pastaj lëreni të thahet në diell. Qumshti. Ky përbërës i natyrshëm ndihmon për të kujdesur për rrobat dhe i ndihmon ato që të zbardhen. Rekomandohet sidomos për veshje delikate ose pambuku. Nga ana tjetër, ju duhet që t'i fusni rrobat tuaja në një tas me qumësht, lëreni aty për disa orë dhe më pas pijeni si zakonisht. Këshilla për të mbajtur rrobat tuaja të bardha. Veshjet e bardha kërkojnë një kujdes tepër të veçantë për ta mbajtur atë në një gjendje të mirë me një ton të ndritshëm. Pasi të keni larë rrobat tuaja, varreni ato jashtë dhe lëreni në diell që të thahen. Rrezet e diellit do të zbardhin veshjet tuaja pa erë dhe shpejt. Kjo ndodh sepse rrezet ultraviolet të diellit thyejnë lidhjet kimike të njollave duke shkaktuar që ngjyra e njollave tuaja të zhduket. Ky është i njëjti veprim që agentët kimik zbardhues kryejnë. Lëng limoni është një zbardhues i shkëlqyeshëm që mund t'i japë rrobave tuaja të bardha jetë në qoftë se nuk keni përdorur një agent kimik zbardhues. Përzieni gjysmën e një filxhani lëng limoni në një shishe me ujë të nxehtë. Përzieni mirë dhe lëreni rrobat tuaja në të për 1 orë ose edhe brenda natës. Hiqeni rrobat nga përzierja dhe derdhni pjesën tjetër të lëngut në makinën tuaj të larjes dhe më pas vazhdoni larjen tuaj si normalisht. Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh që mund të përdorni lëng limoni edhe për të hequr njollat e ndryshkut nga veshja juaj. Aplikoni lëng limoni mbi njollën e ndryshkut dhe më pas fërkojeni atë mbi veshjen tuaj për 30 minuta. Uthulla duhet të jetë shoqja më e mirë e rrobave. Nga zbardhja e rrobave dhe heqja e njollave të ashpra, uthulla mund të përdoret duke bërë një përzierje 1/4 lëng limoni me gjysmë filxhani uthull të distiluar të bardhë. Përdoreni këtë zgjidhje si alternativë natyrale për zbardhjen e rrobave. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative.
Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.